parat hyjnë nga një derë që askush nuk po e shikonte. Shumica e njerëzve mendojnë se parat vijnë vetëm nga vendet që njohin, nga puna e zakonshme, nga rrugët që kanë ndjekur gjithmonë. Por ndonjëherë universi zgjedh një drejtim krejt tjetër. Pikërisht kur mendon se gjithçka ka mbetur në vend, shfaqet një mundësi që nuk ishte në planet e tua. Një telefonat, një ide, një person, një derë që askush nuk po e shikonte. Ditët e ardhshme mbajnë një energji të veçantë për 4 shenjat e zodiakut dhe ajo që po afrohet mund të ndryshojë mënyrën si e shohim pjesën tjetër të qershorit. Nëse shenja jote është në këtë listë, dëgjoje videon deri në fund, sepse energjia më e fortë ruhet për shenjën e fundit. Virgjëresha. Për ty, kjo energji nuk lidhet me fitime të shpejta apo me fat të rastësishëm. Lidhet me diçka që ke ndërtuar në heshtje dhe që më në fund mund të fillojë të japë rezultat. Një përpjekje që dukej sikur nuk po të çonte askund mund të tregojë vlerën e saj. Në punë, një mundësi mund të vijë nga një drejtim që nuk e kishe marrë seriozisht. Në financa, një ide ose një bashkëpunim mund të rezultojë shumë më i vlefshëm se sa dukej në fillim. Gjëja më e rëndësishme është të mos injorosh detajet. Ajo që të tjerët e shohin si diçka të vogël, për ty mund të jetë pika e nisjes së një ndryshimi më të madh. Mos kërko vetëm fitimin e menjëhershëm. Shiko potencialin afatgjatë. Nëse arrin të dallosh mundësinë në kohën e duhur, mund të kuptosh se universi po të shpërblen për durimin dhe këmbënguljen që ke treguar. Ujori. Parat mund të lidhen me një ide, një projekt ose një rrugë që nuk ndjek modelin tradicional. Pikërisht kjo është arsyeja pse shumë njerëz rreth teje mund të mos e kuptojnë menjëherë atë që po shehti një mundësi e pazakontë mund të fillojë të marrë formë dhe të tregojë se disa kufi ekzistojnë vetëm në mendje. Në punë, një mendim ndryshe nga të tjerët mund të japë avantazh të madh. Në financa, mund të shfaqet një drejtim që të jep më shumë liri se sa siguri, por me potencial shumë më të madh. Mos u trem nga ajo që duket e panjohur. Kjo periudhë mund të tregojë se fitimet më interesante vijnë pikërisht nga rrugët që shumica nuk guxojnë t'i ndjekin. Nëse arrin të besosh tek vizioni yt dhe të mos kërkosh miratim nga të gjithë, mund të hapësh një derë që të ndryshon krejt perspektivën. Gaforja. Jo çdo mundësi financiare vjen me numra dhe kontrata në fillim. Për ty, gjithçka mund të nisë nga një lidhje njerëzore, një bisedë ose një person që sheh potencial aty ku ti nuk e ke parë ende. Duket sikur universi po të afron drejt një rruge që fillimisht mund të mos duket si fitim, por që me kalimin e kohës mund të tregojë vlerën e saj të vërtetë. Në punë, një bashkëpunim mund të rezultojë më i rëndësishëm nga sa duket. Në financa, një mundësi që lidhet me një projekt ose një ide të vjetër mund të rikthehet. Mos u përqendro vetëm tek ajo që fiton sot. Shiko atë që mund të ndërtohet nesër. Nëse arrin të mos dyshosh tek çdo hap i ri, mund të kuptosh se po afrohesh drejt një periudhe shumë më të favorshme se ajo që ke lënë pas. Demi. Nga të gjitha shenjat e kësaj videoje, energjia jote duket më e lidhura me bollkun dhe stabilitetin financiar. Por ajo që e bën këtë periudhë të veçantë është fakti se mundësia nuk po vjen nga drejtimi që pret. Një derë që nuk e kishe parë fare mund të hapet papritur dhe të tregojë se disa kufi kanë ekzistuar vetëm në mendjen tënde. Në punë, një zhvillim mund të krijojë më shumë siguri dhe perspektivë për muajt që vijnë. Në financa, mund të shfaqet një rast që të bën të mendosh ndryshe për planet e tua. Në jetën personale, dikush mund të luajë rol më të rëndësishëm në suksesin tënd se sa e kishe imagjinuar. Mos qëndro i fokusuar vetëm tek ajo që njeh. Shiko edhe atë që po shfaqet rishtazi. Universi duket sikur po të jep një mundësi për të dalë nga një cikël i vjetër dhe për të hyrë në një fazë më të fortë. Nëse arrin të mos e humbësh këtë sinjal, mund të kuptosh se kjo është një nga energjitë më premtuese financiare që ke parë prej kohësh. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like.
Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën bollëk nëse mendon se kjo energji lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.